Nuk ka politikën më të poshtër se Albin Kurti. Skena politike kur s'ka pas dhe kur s'ka me pas as në të ardhmen model më të poshtër politik. A ke po që funksionon. Sot i përbuz partit politike, nesër i kërkon, mas nesër i konzumon, në fund i fyn kret me radhë. A ju kujtohet dikur koalicioni me LDK-n, i duke i bar 5 të një ditore, e më vën në fushatën e radhës, thoshte se tash as 5 minuta së mërë me nga zgjatë koalicioni me ta, prandaj zbëjmë koalicion me ta. I qunë të miza, i fynte e tjera, ndërsa djeju trogitin der, po jo për bashkëpunim, tamam puna, por për manovrën e ti të poshtër të radhës. Pra i ftoj për një marrëveshje që ky e fillon me buzëqeshje dhe e mbaron me eliminim politik të LDK-s. Skenari pra me që ishte shumë i lezushëm tje. Ofro koalicion, kryo varësi, pastaj prodho krizë dhe në fund fajsë të LDK-n për mërzu për toke. E një ta logjik me cëni ka goditën të kalumën, synem i godit edhe dje. A më kësë rodhe ma thellë, dhe më thonë goditje përfundimtare. Po pse po them përfundimtare? Sepse ju ofroj koalicion, po dihet pse. Për me zgjedh prezident Glaukun, e LDK-s me afut 5 minuta mas i zgjedh prezidenti nga vetëvendosja. Mirë po, ky po ashtu ka llogarit që disa nga LDK-ja nëse nuk e votojnë për prezident, kandidatin e VV-s, dhe kur i dështon presidenti, atër ky do ta fajsonte LDK-n me fushat agresive, duke e dhënë goditjen përfundimtare pas asaj me Agim Veliun dhe me grabitjen e Vjosa Osmanit në të kalumen. Dhe kështu kësaj radhe treta vërteta, pra me i tërgu drejt gropës definitivisht. A kuptoni se i poshtër, në çdo skenar pra me LDK-n, me koalicion, ky ka llogarit në shkatrimin e saj përfundimtar kësaj radhe. Pra kjo nuk kishte ofertë për koalicion, kjo ishte kurth. Shqyr që në LDK nuk pytet ish ministri Kurtit Lëmiri dhe disa tracës politike të Kurtit apo të listës Vjosa që janë aty, se hor ish bo LDK kësaj radhe. Rofshin profesorat e UP-s aty që e kanë mojt frontin.